Bia flet pa doreza pas daljes nga Big Brother Kosova. Limi dhe Dolce nuk do zgjasin, ndarja është e afer. Pas daljes nga Big Brother Kosova, Bia ka zgjedhur të mos qëndrojë në heshtje. Në një intervistë të gjatë që po qarkullon me shpejtësi në rrjetet sociale dhe portalet roze, ajo ka bërë disa deklarata që kanë ngjallur reagime të forta dhe kurështje të madhe tek publiku. Fokus i kësaj interviste ka qenë raporti mes Limit dhe Dolces, një nga ciftet me të komentuara gjatë dhe pas spektaklit. Bia është shprehur se nga ajo që ka parë brenda shtëpisë, marrëdhënia e tyre nuk ka themele të forta. Sipas saj, lidhja mes Limit dhe Dolces është ndërtuar me shumë mbi emocionin e momentit, presionin e lojës dhe vëmendjen e kamerave. Se sa mbi ndjenja reale dhe të qëndrueshme, kur je brenda, nuk e kupton gjithmonë, por tani që kam dalë dhe i kam parë gjërat me qetësi, jam e bindur që kjo lidhje nuk do zgjas, është shprehur Bia. Ajo ka shtuar se dallimet mes tyre janë shumë të thella dhe se këto dallime do të dalin edhe me shumë ne pa sapo entuziazmi i famës të zbehet. Deklarata më e fortë e saj ka qenë parashikimi i një ndarjeje të shpejtë. Mendoj se ndarja është shumë e afër. Ndoshta jo sot ose nesër, por shumë shpejt. Jashtë shtëpisë, realiteti është krejt tjetër dhe jo të gjithë dinë ta përballojnë, ka thënë ajo, duke shtuar se presioni i mediave dhe pritshmëritë e publikut mund të jenë vendimtare në këtë proces. Këto fjale kanë ndezur rrjetet sociale. Disa fansa e kanë mbështetur Bian, duke thënë se ajo thotë atë që shumë të tjerë mendojnë, por nuk guxojnë ta shprehin. Të tjerë, ndërkohë, e kanë akuzuar për xhelozi ose për përpjekje për vëmendje pas përfundimit të spektaklit. Megjithatë, intervista e Bias ka arritur atë që pak deklarata arrinë, të mbajë publikun në pritje dhe të rihapë debatin mbi sinqeritetin e lidhjeve që krijohen brenda reality show-ve. A do të vërtetohet parashikimi i saj? Kjo mbetet për tu pare, por një gjë është e sigurt, fjalët e tilla nuk kalojnë pa lënë gjurmë dhe Big Brother Kosova vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes edhe pas përfundimit të tij.